Dy krahët e kuvendit, krahu i majtë dhe krahu i djathtë, janë siç kanë qenë Partia Demokratike, Lidhja Demokratike, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës po ashtu u deklarua vetë, ullët po aty ku ka qenë legislaturën e 8, edhe pakicat me të njëjtën sipas të njëjtës radhe. Skenarin me ndryshime të vogla, do të thoja, simbolike, në krahasim me çështje kemi pas legislaturën e 8 e biseduam bashkë me të gjithë përfaqësuesit që ishin këtu, 15 prej tyre i patëm. Dallimet janë të vogla me legislaturën e 8, sepse ne, nëse ju kujtohet, gjatë legislaturës 8 e patëm miratu një rregullore të re të kuvendit dhe aty pastaj specifikohen të gjitha ato normat të cilat na ndihmojnë për me themelu legislaturën e 9. Gjithçka shkoi mirë, përfundoi mbledhja, kaq ishte sa i përket kësaj mbledhje të cilën e përfunduam.